Sektori i bimëve medicinale dhe aromatike po merr gjithnjë e më shumë rëndësi dhe në zonat rurale të Korçës, duke u kthyer në një alternativë të qëndrueshme për fermerët dhe familjet që merren me kultivimin dhe mbledhjen e tyre. Shqipëria e ka këtë sektor të orientuar ndjeshëm drejt eksporteve, ndërsa potenciali lidhet jo vetëm me prodhimin, por dhe me përpunimin dhe rritjen e vlerës së produktit. Për fermerët e Korçës, zgjerimi i sipërfaqeve të mbjella me bimë medicinale kërkon investime në fidan, mekanizim, tharje, magazinim dhe përpunim. Tregun e kemi të siguruar, prandaj vazhdojmë, kemi vite me këtë. Subvencionimet sa do t'ju ndihmonin, duke qenë se këtë vit janë përfshirë në skemë? Shumë na ndihmonin. Për një sektor që ka potencial eksporti dhe që siguron të ardhura në familjet rurale, përfshirja e qëndrueshme e bimëve medicinale në skemat e mbështetjes do të ishte një nxitje për fermerët që të investojnë më shumë dhe të kalojnë nga mbledhja tradicionale drejt kultivimit të kontrolluar. Faturat ne po japim të gjithë fermerëve ashtu siç takon brenda rregullave. Dhe kjo do ishte një ndihmës akoma më e madhe dhe për të nxitur akoma më shumë që krahas brezit të moshës së tretë, ne të fusmi në treg dhe të rinjt, se shikojnë me interes të punë. Skemat shtetërore kanë përfshirë dhe mbështetjen për bimët mjekësore dhe aromatike, ndërkohë për vitin 2026 skema kombëtare ka një fond fillestar prej 5.2 miliard lekësh për mbështetjen e bujqësisë. Për Korçën, mbështetja financiare e këtij sektori do të mund të nxjisë hapjen e vendeve të reja të punës, shtimin e sipërfaqeve të kultivuara dhe rritjen e vlerës së produkteve që shkojnë drejt tregjeve të huaja.